Duke u nisur nga kjo, pra, edhe këto 10 ditë që vinë, faktikisht janë një sezon për besimtari, një sezon ku ai i shton veprat e mira. Sepse thomë se besimtari çdo herë bën ibadet. Në çdo çast dhe në çdo moment besimtari është në ibadet, besimtari i vërtet. Brenda ditës ibadetin kryesor ka 5 kohët e namazit. Mirë po edhe brenda namazeve besimtari bën dhikr, besimtari sillet mirë me të tjerat e kështu me radhë. Krejt kjo është një farlloj adhurimi për Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa këto 10 ditë janë si një sezon. Se ai tregtari i cili gjatë tër vitit bën tregti, mirë po kur vijnë sezona pak më shumë, domethënë pak më shumë inkuadrohet, sepse e din se do të ketë përfitim më të madh. Edhe besimtari në këto raste, në këto ditë, siç është për shembull këto 10 ditë, po ashtu siç është Ramazani dhe disa ditë të tjera, nata e Kadrit e kështu me radhë, besimtari e shton pra sasinë e ibadetit.